Sot do të përgatisim një turshi super të shijshme, cilën ju ka kohë që kërkoni që t'ja sjell me video. Për këtë turshi do të kemi nevojë për speca të cilat I përdorim për mbushje. Unë fillimisht I kam hapur, I kam pastruar nga farat mirë, I kam larë mirë dhe do të vazhdojmë tani që t'i lyejmë me kryp. Marrim tani specat dhe në secilin spec shtojmë nga pak kryp. E rrotullojmë kështu disa herë derisa të sigurohemi që gjithë speci është bërë me kryp. Pasi ta bëjmë këtë, I lejojmë me kokën poshtë tani që të kullohen dhe lëshojnë ujin e tij për specat. Është një proces të I rëndësishëm në këtë recetë, duhet patjetër që të kullohet uji I tepër nga specat që të na bëhet turshia ashtu siç duhet. Pasi kemi bërë gjitha specat me kryp, lejojmë tani që kështu me kokën poshtë t'ju largohet gjithë uji I tepërt dhe lejojmë të pushojmë dikun për 2 deri në 4 orë. Sa më gjatë pushojnë, aq më mirë zbuten specat dhe aq më të mira bëhen për mbushje. Derisa specat pushojnë për të lshuar lëngun, ne do ta përgatisim mbushjen. Për mbushjen do të kemi nevojë për 800 gram me gjizë. Tani në një hinë më të madhe, fillimisht e shtojmë gjizën. Tani, si për gjizës, do të shtojmë 500 gram mas. Unë po përdor mas fshati, nëse nuk mund të gjeni mas, mund të përdorni edhe shmand, alk ose pavllak. Vazhdojmë tani që ta kryposim, por bëni kujdes me krypën, nëse gjizën e keni të pakrypur, shtoni sasi pak më të madhe të krypës, por nëse gjiza është e krypur, do të shtoni më pak. Përzijmë mirë tani, derisa gjiza dhe maza na bëhen bashkë. Mbushjen e kemi gati, e kam përzier mirë, e largojmë anësh dhe presim tani derisa specat pushojnë dhe t'ju dalë lëngu I tepërt. Pasi kanë pushuar specat dhe kanë larguar ujin e tepërt, vazhdojmë tani që t'i mbushim. Tani mbushjen që e bëm gati më herët, vazhdojmë dhe I mbushim të gjitha specat mirë. Unë I kam mbushur dhe I kam renditur në 2 kavanoza. Kavanozat që po I përdor unë janë kavanozat të cilat mbyllen mirë me vakum dhe janë kavanoza prej 1 litra. Tani do të përgatisim qumshtin me të cilën do t'i mbulojmë. Në një tenxhere shtojmë 500 ml me qumësht dhe vendosim në zjarr mesatar dhe presim derisa qumshti të nxehet. Mos e nxehini shumë, por duhet të arrijë nxehtësinë mjaftueshëm sikur kur përgatisim kos. Pra nxehtësia mesatare, aq sa e duron nxehtësia e dorës, aq duhet të jetë I nxehtë edhe qumshti. Tani tek qumshti I vakët do të shtojmë 2 lugë gjelle të plota me kos. Pasi e shtojmë kosin, përzijmë mirë që të treshet kosi tek qumshti, në këtë mënyrë na zihet më mirë kosi. Tani vazhdojmë dhe I mbushim kavanozat me qumshtin, cilin e kemi bërë me kos. Tani gjithçka që duhet bëjmë është që të presim. Idealja është që të presim 24 orë, por mund që t'i konsumoni edhe pas 12 orëve. Unë do të lejoj tani që të qëndrojnë në ambient dhome, dikun për 2 deri në 3 orë, duke mos I lëvizur fare nga vendi, që t'i jap mundësi kosit që të zihet dhe të formohet brenda. Pas 2 deri në 3 ore, do t'i largoj në frigorifer dhe do t'i pres deri ditën e nesërme në të njëjtën kohë për t'i hapur dhe për t'i konsumuar. Dhe pas 24 orëve në frigorifer, mund ta vrini tani që është formuar kosi, është e gatshme turshia për të vazhduar dhe për ta konsumuar. Vazhdojmë që ta hapim bashkë dhe ta shohim rezultatin final. Dhe mund ta vrini kosin sa mirë që është trashur. Pra kjo është vetëm pas 12 orëve. Nëse lejoni që të pushoj më shumë, dikon 24 orë, ashtu siç ju thash unë, do të fitoni një kos edhe më të trash. Turshia është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do ta shijoni. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.